Varianti si që ka shkuar në të kaluar, si pas pritshmërive. Kohëve të fundit është fillu një propagandë shumë e madhe kundër Përparim Ramës për me qenë përsëri kandidat. Do më thonë, është kriju posjerave, ka një problem që përmeni edhe zoti Hali. Ona propaganda thash një fakt, zonjën dhe ume. Është e vërtet, unë nuk thash që nuk është. Po raporti auditorit kombëtar so propagandë. Jo, nuk tha për juve, po tha për diçka tjetër. Po unë për pos nuk e demantuva që nuk ka raport të auditorit, nuk e demantuva që ka probleme në mbeturina dhe ka, se po e shohe. Mirë, po për njëherë ka fillu se jënë afru zgjedhjet edhe po shqyqojnë si sa ma tepër me dëmtu. Kur e shohim edhe e krahasojmë edhe me këta kryetarët e tjerë, është fakt që ka mujt me qenë ma mirë, a jënë bo gabime, edhe në qofë se jënë bo gabime, tash me njës, tash nga më marë, që pak ma herët disa, kësha me thonë, miq i kësha qujtë, po më tregojnë se qka ka me ndodhë krejt me qështjene e energjisë që ka me dalë gjatë sojave dhe ka me qenë diçka ma që s'kemi po ende me këta me noën e EFT-n e kosti për krahja atyne për me mujt me hinë tregun e Kosovës e blokimi i 2 lakë për quzve, do më thonë që kena mi harruna mbeturinat, qatë që ka mu bu një amulli edhe një problem me qështjën e energjisë. Do më thonë qështje shumë të mdha. Kështu që është fakt, a duhet me u bu ma mirë kushtrem, po duhet, a ka bo zoti Rama gabime edhe cilat qytetarët edhe pa ankohen, natyrisht po shihet, pas ka edhe ky auditori kombëtar, pas ka nxjerrë edhe një raport, për gjitha ato njerëz kur janë kryetarët edhe përgjigjen, po nuk po di kush po përgjigjet për çito që apo ndodhin krejt, edhe po i majnë ende pozitat, e po thënë kena qeveri, ata faktikisht janë atje, a disi, po kemi standarde kushtrim 2 feshta. Në qofë se po janë njerëzit me VV-n edhe për krahas të VV, krejt qka po bën VV-ja po është okej. Jënë betu si deputet, po vazhdojnë me kry punën e kryeministrit, e ministrave tjere, po thonë s'ka problem. Ka problem, se jetu e shke ligjit. Në anën tjetër, po bojnë gabime tjera, në Ministrit Bujqësis kem, do më thonë, sa që po dalin problem as problemi, prokuroria o kyqë, natyrisht që njerëzit kur i marrin pozicionet si zoti Rama, si zoti Peci, atje në Ministrit Bujqësis kanë me dhonë përgjithësi, se kur po kanë qef mi marrë gjithë njerëzit me i shfrydzu benefitet edhe reputacionin e madh një ministrit, një kryetarit komunit, natyrisht që dunë mu përgjigjë dhe për këto që ka janë krejt. Por, ka me u bo një betej shumë e madhe pikërisht për Prishtinë. A ka kandidat më të mirë, vetëm qofse del vetë zoti Lumir Abdigjiku me konkuru për Prishtinë, se për ndryshe më të mirë se Përparim Ramën nuk kanë. Me gjitha këto... Në është koha me votu një gru në Prishtinë. Unë menaj, Halil, që është koha me votu jo vetëm një gru në Prishtinë, po ma shumë grane për krejt komunat e Kosovës. Për arsye se është për keqardhje, që po i thojnë vetit vend demokratik, e kemi shku për para... Dhe kem 2 kandidatet konfirmume, Besa Shahinin Prishtinë edhe Natyra Kuqin Deçan. Jo, është edhe zonja nga zonja e pavarur... Në Trenas. Jo, Vetëndosja. Tërdefci. Kushtrim është për qudi kur vjen puna, na kemi 2 prezidente ravazi, kisha me thonë, zonjën Jahjaga dhe zonjën Vjosa Osmani, që pa marrë parasysh gabimeve apo qka kemi dashur me pa ma mirë, kanë udhëheq mirë dhe kanë pas një aparencë mirë dhe një relacion shumë të mirë edhe me aspektin ndërkombëtar. Zonja Jahjaga ka patur delegim më shumë sa zgjedhje. Zonja Osmani ka qenë zgjedhur. Po, ajo i ka fitu na mundë me thonë dhe me kritiku zonjën Vjosa Osmani sa dojnë, ajo është ma e votumja. Është fakt mirë, po si do që është zgjedh, ajo e ka majt mandatin edhe e ka kry detyrën e vetë. Do t'jetë interesante nëse do kthehet zonja Kusari shembull për ta bërë atë duelin e madh në Gjakov. Zonja Kusari, mas përgjimeve cilat i ka pas, nuk besoj që do të kthehet më kërkon, edhe tek e fundit edhe njerëz që shta Fidoni ma herët, duhen me u votu për gabimet e veta me votë. Nuk shkon më kështu, bën një gabim s'ka dert, bën një gabim tjetër, në varet edhe gabimi prej gabimit. Prap dul ma e votumja për nënvesh të zgjedhjet e fundit, së që kanë diku shumë ajo çështje. Unë besoj që dikur kanë me fidan, unë di prej shumë njerëzve. Mirë, vish ka marrë. Gjithë i falemderohen vetë vendosjes që kanë qenë listyne dhe zotit Kurti, se kush si kish votu. Efekti atyre përgjimeve po thoj se o konë 0, o konë minimal. Ky është problemi që aja s'po ndikon. Edhe kundër efekt. Po unë më shumë tek Gjakova shembull nuk e di cili mund të jetë kontributi i zonjës Kusare dhe nëse fiton atje, o nëse shkon.
Kështu që ajo s'është me mend në Gjakovë, pavarësisht as fizikisht. Unë menoj që duhen me marrë fytyra të reja edhe qytetarët tonë duhen me ju besu ma tepër në qeverisje A ka grave. dhe tani nga ndonjë befasi për emra diçka? Dhe tash nuk kemi pa. S'ka ndonjë befasi, s'ka diçka të papritur. Për emra jo, nuk kemi pa, po Prishtina absolutisht është krye fjale e kësaj beteje që ka me ndodhë këtu brenda, sepse ka shumë rëndësi kush do të jetë kandidati i vetëvendosjes. Qërë, unë pavarësisht kësaj diskutimeve dhe qasjes pompozitetit të madh që Zoti Rama ka ardhur atko në Prishtinë, kemi përkrahur vetë ndoshta në shumicën e rasteve si një, po themi, kuadër strategjik i përgatitur profesionalisht, i veprimtarin në Londër e tjerë. Unë besoj që ka dështu kushtrim totalisht në qeverisjen e Prishtinë dhe mos me thonë ndoshta historia politike e komunës Prishtinës nuk njeh kryetar më dopt. Pse po e them këto? Po i përmendit disa fakte të brendshme që kanë ndodhur në funksionim dhe e dyta këto arsyetuimet e vazhdueshme se po mblokojnë. Kushtrim nuk ka kryetar të Prishtinës i cili nuk është bllokuar nga qeveria qendrore kur ka pas të kundërtën kur një kryeministër ka qenë